Është hera e dytë që opozita po e refuzon ftesën e presidentit Hashim Thaçi, i cili organizoi edhe sot tryezë me partitë politike për të diskutuar për reformën zgjedhore. Sipas presidentit Thaçi, për të arritur një reformë në sistemin zgjedhor, duhet së pari të bëhet reforma ligjore, amendamentimi i kushtetutës dhe legjislacionit. Deri në javën e ardhshme do t'i formojmë dy nëngrupe, në grupin punues për amendamentimet kushtetuese, që ne mendojmë që duhet ta kryej punën deri me 10 dhjetor si propozime, dhe në grupin punues për ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale. Ne do t'i propozojmë partive politike që në një formën tjetër gjithë deklarohemi për dekriminalizimin e politikës kosovare, që gjithashtu të nënshkruhet nga përfaqësuesit e gjitha partive politike apo liderët e partive politike. Unë do të propozoj një kod për dekriminalizimin e politikës ku asnjë kandidat nuk do të jetë në listat zgjedhore që ka akt akuz çfarëdo lloji, as për deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, e as kandidat për kryetarët e komunave. Nën kryetari PDK-s Enver Hoxha i tha se reforma duhet të bëhet sa më shpejt, por propozoi të mos ulet pragu zgjedhor nën 5%, ashtu siç kërkon presidenti Thaçi. Partia Demokratike e Kosovës ka një qartësi që pragu zgjedhor mbetet ky 5% i cili është, nëse jo dhe të rritet, me që mendojmë që një prag i ulët zgjedhor mund të jetë jo në funksion të stabilitetit politik të vendit. Në këtë takim të caktuar nga presidenti Thaçi, nënkryetari i LDK-s Lutfi Aziri tha se është domosdoshme që të gjendet një konsensus me partitë opozitare që të jenë pjesë e procesit të reformës zgjedhore. Mendojmë që një konsensus sa më i gjerë dhe pjesëmarrja e opozitës në proces ndihmon shumë në qëndrueshmërinë dhe në arritjen e qëllimeve që kjo reformë duhet ta ketë në interes të gjithë qytetarëve. Edhe partitë tjera u deklaruan për reformë zgjedhore. Mbështesim fort idenë që presidenti duhet zgjidhet prej popullit. Ky ka qenë edhe një konsenzus i partive politike me procesin e reformës kaluar zgjedhore. Partia e Drejtësisë, siç e dashën në takimin e kaluar, e mbështet përfshirjen e gjitha komunitetet që janë minoritare në vend. Takimi i dytë është përsëritje e takimit të parë. Asgjë tre këtu nuk po thuhet dhe asnjë hap tjetër më nuk bëjmë. Partitë opozitare, Vetëvendosja AK dhe Nisma për Kosovën, thonë se bojkotuan këtë takim për shkak se nuk është momenti për reformë zgjedhore. Sipas tyre, vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare.